Buxheti vjetor për sëmundjet e rralla për vitin 2026 është hulur nga 24 milion euro në 17,5 milion. Për këtë reagojnë nga shoqata e qytetarëve me sëmundje të rralla jetë me sfida dhe apelojnë tek Ministria e Financave që këtë shumë ta zmadhojnë e jo ta zvoglojnë. Nuk e di se çfarë do të thot ulja e buxhetit, por nëse këtë vit buxheti është 24 milion euro, tani për vitin e ardhshëm është rreth 17,5 milion, që është një ulje e madhe, por kjo nuk mund të jetë kështu. Apeloj te Ministri i Financave sepse ai është përgjegjës për financat që ta zgjeroj programin dhe jo ta zvogloj. Për këtë zvoglim të buxhetit u pyet Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, i cili tha se ky është vetëm një draft buxhet dhe nuk është definitiv. Pra definitivisht buxheti siç është buxhet draft buxhet i cili është krijuar në aspekt të numrave dhe të vlerës nga Ministria e Financave. Pra për çdo linjë buxhetore neve kemi analizuar dhe kemi krijuar kemi bërë një dokument i cili do shkojmë për çdo linjë buxhetore që të editohet dhe të adaptohet në bazë të nevojave shëndetësore. Diana Bllashevska Karanfilovska, drejtuese e laboratorëve të diagnostifikimit molekular dhe gjenomikës pranë Ashamit, njoftoi se kanë diagnostifikuar mbi 1500 pacient me sëmundje të rralla. Prej para 10 viteve, duke pasur në dispozicion teknologjitë e reja, ne vendosëm një protokoll universal për secilën sëmundje të rrallë ose ultra të rrallë dhe kemi testuar më shumë se 1500 pacient me një shkallë suksesi diagnostifikues prej 40%, që është një shkallë suksesi në mbar botën. Megjithatë, gjithashtu një numër i madh i pacientëve mbetet pa diagnostifikim, që për neve është shenjë që duhet të shkojmë një hap më para. Ndërsa në regjistrin e sëmundjeve të rralla figurojnë 1023 pacient me sëmundje të rralla dhe sipas kryetarit të Komisionit të Sëmundjeve të rralla Zlate Stojanovski, jo çdo pacient është kandidat për terapi. Sa i përket mjeteve, 1 miliard e 260 milion denar ishte buxheti për vitin 2025, që ishte për 310 milion më shumë se në vitin 2024. Numrin definitiv për këtë vit nuk e kemi ende, por përgjegjësia është e madhe. Do të punojmë në drejtim që të sigurojmë ilaçe për secilin pacient dhe asnjë pacient të mos mbetet pa terapi. Ndërsa kryetari i shoqatës së mjekave të mjekësisë familjare Dragan Georgievski kërkon më shumë kompetenca për mjekësinë primare në drejtim të diagnostifikimit të sëmundjeve. Kërkojmë që të na zgjidhen duart, para se gjithashtu specializantëve të mjekësisë familjare, sepse të gjitha vendet europiane, por edhe vendet e rajonit, Serbia, Shqipëria, Kosova dhe Bullgaria, kanë shumë më shumë ingerenca dhe mundësi për ndjekje laboratorike që të udhëzojnë pacientët për metoda diagnostifikuese, sepse nga 80 deri 85% problemi zgjidhet në mjekësinë primare. Në simpoziumin në kuadër të fushatës Tije Hero i rrallë me qëllim të përmirësimit të njohurive dhe praktikave në zbulimin dhe diagnostifikimin e hershëm të sëmundjeve të rralla, nga Ministria e Shëndetësisë njoftuan se këtë vit janë siguruar 58 ilaçe për 430 pacientë me sëmundje të rralla.